Osteoporoza dhe moshat. Çfarë është osteoporoza? Është një sëmundje e kockave që i bën ato më të holla, më të dobta dhe më të rrezikuara për thyerje. Kjo ndodh kur trupi humb më shumë masë kockore se sa arrin të prodhojë. Për këtë arsye shpesh quhet edhe sëmundje e heshtur, sepse zakonisht nuk jep shenja të dukshme deri në momentin kur ndodh ndonjë frakturë. Simptomat kryesore të osteoporozës janë këto: dhimbje në shpinë nga frakturat e vogla në ruaza, humbje gjatësisë me kalimin e kohës, qëndrim i përkulur ose gunga në shpinë, fraktura të shpeshta edhe nga rënje ose goditje të lehta, kocka që thyen më lehtë se zakonisht. Lidhja mes osteoporozës dhe moshës. Mosha është një nga faktorët kryesorë që ndikon në shfaqjen e osteoporozës. Në moshën e mesme, 40 deri në 50 vjeç, fillon humbja graduale e densitetit kockor. Te gratë menopauza, rreth 45 deri 55 vjeç, sjell rënje të estrogjenit, hormon që mbron kockat. Edhe burrat humbasin masë kockore, por më ngadalë. Mbi 65 vjeç, rreziku për fraktura rritet ndjeshëm. Trupi nuk përthith mirë kalciumin dhe vitaminën D. Dobësimi i muskujve dhe ekuilibrit rrit rrezikun për rënje dhe fraktura serioze, si fraktura e ijeve. Statistikat që duhen ditur: 1 në 3 gra dhe 1 në 5 burra mbi moshën 50 vjeç përjetojnë fraktura të lidhura me osteoporozën. Pas moshës 70 vjeç, gjasat për osteoporozë janë shumë më të larta, sidomos nëse ka histori familjare ose mungesë aktiviteti fizik. Parandalimi sipas moshës. Mosha masa parandaluese më pak se 30 vjeç, ushqim i pasur me kalcium e vitaminë D, aktivitetet fizike për forcimin e kockave. Prej moshës 30 deri në 50 vjeç, stil i shëndetshëm jetese, shmangje e duhanit dhe alkoolit. Nga mosha 50 deri në 65 vjeç, kontroll i hormoneve, sidomos për gratë pas menopauzës. Plus 65 vjeç, teste për densitetin kockor. Përdorim i suplementeve sipas mjekut, kujdes nga rënjet. Osteoporoza nuk është thjesht pjesë e plagjes, por një gjendje që mund të parandalohet dhe menaxhohet me ushqim të shëndetshëm, aktivitet fizik të rregullt dhe kujdes mjekësor. Rreziku i frakturave mund të ulet ndjeshëm. Sa më herët të fillohet kujdesi për kockat, aq më shumë mbrohet shëndeti në moshën e shtyrë.